Fiton për herë të tretë llotarin gjithmonë në muajin prill. Një grua nga Maryland, i Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka fituar për herë të tretë një çmim të madh në llotari dhe të treja fitoret, asaj ka ndodhur në mes të muajit prill. Fitoria e saj më e fundit, bileta Moneybucks, që i solli plot $50 milion, u ble në një dyqan në Baltimore Country. Më herët ajo kishte fituar $10,000 para 5 vitesh, $20,000 2 vjet më parë, po ashtu në prill. Është çmenduri, çdo fitore ndodh në të njëjtën periudhë, ka thënë ajo. Ende habitur nga fati sa i pazakont, fituesja ka deklaruar se do të vazhdojë të luajë me shpresën që prilli i ardhshëm të sjellë një tjetër surprizë për të.